Shqipëria bëhet e Adriatik Lapa e zhvilloi protestën e radhës para godinës kryeministrisë në Tiranë. Kolegja jon Kristi Gongo ndoqi këtë protest. Kristi, të përshëndesim, cilat ishin mesazhet që u përcollën aty? Ardi Monika, mirëmbrëma, në fakt është e disata herë që tashmë Shqipëria bëhet nga protesta 24 orëshe përpara kryeministrisë, organizon atë që e quan protesta masive, ku ka pjesëmarrje nga mbështetës nga qytetet ndryshme të Shqipërisë. Është duke vazhduar momentalisht ende protesta, siç e shihni edhe pas meje, në fakt ka nisur që prej orës 18 këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku është bllokuar qarkullimi i automjeteve, ka prezencë të uniformave blu, ndërkohë këtë herë ishte organizuar me një skenë modeste ku mikrofoni u përkiste atyre që nuk kishin zë, sikundërse u konsiderua i gjithë mesazhi i protestave të vazhdueshme të Shqipëria bëhet është për të rrëzuar qeverinë Edi Rama. Në fakt, pas ankesave të vazhdueshme në skenën e krijuar për keqeverisje, për varfërinë apo korrupsionin që ka mbërthyer vendin, sikundërse akuzuan gjatë ditës së sotme aktivistët e Shqipëria bëhet, në fakt pati një fjalë nga Adriatik Lapa, i cili beson se është e nevojshme për një zgjedhje të parakohshme dhe për të krijuar një aleancë kombëtare dhe ndërkombëtare që do i japi zgjidhje Shqipërisë. Ne protestojmë për Shqipërinë dhe ftuan që të gjithë shqiptarët të mposhtin frikën dhe t'ju bashkohen në shesh, sepse ata do të vazhdojnë të qëndrojnë edhe gjatë netëve në kryeministri, sikundërse tashmë është përqendruar protesta momentalisht përpara sheshit të kryeministrisë, ku ka pasur edhe incidente të herpasershme. Mirë, ishim direkt me Kristi Gongo.